Mbaroj, nën. Mbaroj. Tani kam jetën time. Nuk mund të vazhdoj ta mbaj këtë barë mbi shpinë. Këtë barë. Pronarët e rinj mbërrin të premten. Gjej një vend ku të rish. Mauricio. Nuk shoh, nuk kam askën. Ku do të shkoj? Nuk e di, nën, por nuk do të shkoj askun. Ky është problemi im. Telefoni u ndërpre. Zonja Consuelo telefonoi përsëri. 1 herë, 2 herë, 5 herë. Numri që keni thirrur nuk ekziston. Të premten, një makinë u ndal përpara shtëpisë. 2 burra zbritën me metra matës. Një grua me një dosje po kontrollonte dokumente. Zonjë, duhet ta lironi pronën. Gjithçka është firmosur. Djali im nuk më tha se do të ishte sot. Ajo i tha se kishte 3 ditë. Sot ishte dita e 3. Zonja Consuelo u ngrit ngadalë, u ngrit nga stoli prej druri ku kishte kaluar 40 vjet duke pritur. Rrobat e mia do të thahen. A mund të marr gjërat nga dhoma ime, gjithçka që hyn në një qese? Pjesa tjetër është e përfshirë në shitje. Gruaja me dosje as nuk ngriti kokën. Shpejt, zonjë. Duhet të masim para se të erësohet. Një fqinje, zonja Amparo, erdhi me vrap. Consuelo, çfarë ndodhi? Pse po matin shtëpinë tënde? Ushit. Nga kush? Nga djali im, mjeku im. Zonja Amparo ia kapi krahun. Dhe ku është ai? Nuk e di, nuk ka më numër. Zonja Consuelo doli nga shtëpia me një qese plastike. Brenda kishte 3 bluza, një fund, një ruzare dhe një kuti këpucësh plot me letra që ajo kur nuk kishte arritur t'i lexonte. Fatura, dëshmi pagese, një zarf i verdh me një dokument të vjetër që mbante erë. Çfarë është kjo? Dokumentet e burrit tim, tha ajo. I ruajta kur ai vdiq. Dhe Mauricio nuk t'i shpjegoi? Mauricio kur nuk pyeti. Zonja Amparo e udhëhoqi deri në shtëpinë e saj, një dhomë 3 me 3 në fund të oborrit të një kortiçoje. Mund të rish këtu, nuk është shumë, por ka një çati mbi kokë. Zonja Consuelo u ul në shtrat, vendosi qesen të këmbët dhe shtrëngoi kutinë e këpucëve në gjoks. Ai do të telefonoj. Kur të kujtohet, do të telefonoj. Zonja Amparo nuk tha asgjë. Jashtë, burrat me metra matës tashmë po ecnin mbi tokën që Consuelo kishte ujitur kur ishte 20 vjeçe. Ajri mbante erë rrobash të huaja dhe sapuni të lirë. Në qytetin e Meksikës, doktori Mauricio Estrada Salinas po darkonte me gruan dhe vjerën në një restorant në jug të qytetit. Po flisnin për rinovimin e zyrës së re. Askush nuk përmendi nënën, askush nuk pyeti pse ajo ishte larguar. Zonja Amparo mbylli derën e dhomës. Zhurmat e lagjes hynin nga çarjet, fëmijë që bërtisnin, një radio që luante cumbia, era e fasuleve të djegura. Consuelo, sa para ke sjell? Zonja Consuelo hapi qesen plastike dhe nxori portofolin e vjetër me gishta që i dridheshin. 47. Amparo heshti për një kohë të gjatë. Do të përpiqem ta telefonoj. Nga telefoni im. Ajo thiri numrin që Consuelo i kishte diktuar nga kujtesa. Operatorja u përgjigj menjëherë, numri që keni thirrur nuk ekziston. Provo përsëri. I njëjti rezultat, numri nuk ekzistonte më. Mauricio e kishte ndryshuar. Zonja Consuelo uli kokën. Duart i shtrënguan kutinë e këpucëve. Mund të laj rroba për të paguar dhomën. Nuk dua të jem barë. Amparo pëshertiu. Në rregull, por nuk ka më aq klient sa më parë. Njerëzit nuk paguajnë më për këtë. Të nesërmen, një grua kaloi nëpër obor. Consuelo e njohu menjëherë nga zëri. Zonja Martinez. Kush është? Jam unë, Consuelo. I lava rrobat për 8 vjet, rrobat e djalit tuaj që studionte në Monterey. Gruaja e pa nga koka te këmbët. Ah, po, tani më kujtohet. A keni nevojë për dikë që t'ju laj rrobat? Jo më, zonjë. Tani përdor lavanderi automatike. Është më shpejt. Ajo vazhdoi rrugën. Nuk pyeti pse. Atë natë, Amparo hapi kutinë e këpucëve për ta ndihmuar Consuelon të rregullonte gjërat. Çfarë janë të gjitha këto? Fatura të shkollës së Mauricios. Pagesa mujore, libra, vite e vite sakrifice.
Ti ke paguar për gjithçka, çdo qindark, duke larë rroba. Në fund gjeti zarfin e verdhë. E hapi me kujdes. Letra ishte e vjetër, njollosur nga koha. Ajo arriti të lexonte vetëm emrin e burrit. Consuelo, çfarë thoshte? Amparo nuk dinte çfarë të përgjigjej. E mbylli zarfin pa komentuar. Në qytetin e Meksikës, doktori Mauricio vizitoi zyrën e tij të re me gruan dhe vjerin, doktor Fermin. Javën tjetër do të prezantoj me drejtorin e spitalit. Faleminderit, vjerë. Nuk e imagjinon sa shumë do të thotë kjo për mua. Gabriela e kapi për krahu. A ke ftuar ndonjë nga familja jote për hapjen? Mauricio nuk e pa. Unë nuk kam familje. Më vonë, gjatë darkës, vjera e tij, zonja Leticia, ngriti gotën. E admiroj shumë Mauricion. Ai erdhi nga hiçi, pa ndihmën e askujt, dhe shikoni ku ka arritur. Mauricio buzëqeshi dhe ndryshoi temën. Në lagje, Consuelo u zgjua në mes të natës dhe kërkoi në errësirë diçka që nuk ishte aty. Mauricio, pëshpëriti ajo. Askush nuk u përgjigj. Amparo dëgjoi, por nuk tha asgjë. Ditët kaluan. Consuelo kishte tashmë një rutinë. Zgjohej para agimit, mbushte një kovë me ujë dhe lante rroba në heshtje. Një fqin u ankua se po shpërdoronte ujë. Amparo e mbrojti. Ajo paguan për hapësirën e saj, si të gjithë. Si paguan, kur as familje nuk ka. Amparo e mori Consuelon për krahu dhe e futi brenda. Laj rroba herët, kur nuk ka njeri, i tha me zë të ulët. Thashe themet u shtuan. Disa thoshin se ajo ishte një barë, se sillte sëmundje, se nuk i përkiste atij vendi. Consuelo i dëgjonte të gjitha, por vazhdonte të paloste rrobat në heshtje. Të dielën, Consuelo kërkoi një nder. Mund të më çosh në kishë? Rrugës, ajo u pengua dhe ra në gjunjë. Askush nuk ndaloi për ta ndihmuar. Vetëm Amparo e ngriti. Jam ende këtu, i tha. Nuk je vetëm. Në kishë, Consuelo u gjunjëzua para altarit. Atë, a mund të luteni për djalin tim? Si quhet? Doktor Mauricio Estrada Salinas. Prifti nuk e njohu emrin, por tundi kokën me mirësjellje. Kur u kthyen, rrobat e Consuelos ishin hedhur në tokë. Ajo i mblodhi në heshtje dhe shtrëngoi ruzaren në gjoks. Në qytetin e Meksikës, Mauricio po darkonte me kolegët. Nga je ti? Nga një qytet i vogël, i parëndësishëm. Të gjithë qeshën. Të paktën flet si kryeqytetas. Gabriela i shtrëngoi dorën, krenare. Më vonë, vjera i tha se duhej të fshinte çdo gjurmë të së kaluarës. Për imazh profesional. Mauricio pohoi. Unë tashmë e kam bërë këtë. Disa ditë më pas, Consuelo u sëmur. Koll, ethe të lehta. Amparo e mjekoi me çajra. Duhet mjek. Nuk ka para. Pronari i Kortiços dha ultimatum, 1 javë. Nëse ajo nuk largohej, të dyja do të dëboheshin. Amparo e pa Consuelon që flinte, duke përqafuar kutinë e këpucëve. 7 ditë. Vetëm 7 ditë për të gjetur një zgjidhje. Nuk kishte zgjidhje. Përndryshe, të dyja do të përfundonin të braktisura në rrugë. Ampara nuk fjeti atë natë. Ajo qëndroi zgjuar, duke dëgjuar frymëmarrjen e rënë të Consuelës, kollën e thatë që e ndërpriste heshtjen e dhomës së vogël dhe zhurmat e largëta të lagjes që nuk flinte kurrë. Para agimit, Ampara mori një vendim. Consuela, do të shkojmë në qendrën shëndetësore. Duhet të shoh një mjek. Nuk ka para, u përgjigj Consuela me zë të dobët. Qendra është publike, do të bëjnë diçka. Nuk mund të presim më. Ato ecën bashkë drejt klinikës shtetërore. Ampara e mbante Consuelën për krahu, duke e udhëhequr me kujdes mes gropave të rrugës. Arritën herët, pak pas lindjes së diellit. Megjithatë, para tyre kishte tashmë rreth 40 njerëz në radhë. Gra me fëmijë në krah, burra të lodhur, të moshuar që mbështeteshin në shkopinj. U ulën në stolat e ftohtë dhe pritën. Orët kaluan ngadalë, njëra pas tjetrës, derisa pritja u bë e padurueshme. Pas 6 orësh, më në fund i thirrën. Mjeku e ekzaminoi Consuelën shpejt, pa shumë fjalë. Infeksion respirator, tha ai. Ju duhet pushim dhe antibiotik. Sa kushtojnë? Pyeti Ampara me zë të ulët. 300 peso.
Mund t'i gjeni në çdo farmaci. Ampara ndjeu peshën e monedhave në çantë. 23 peso. As gjysma nuk mjaftonte. Nuk ka alternativë tjetër, shtoi mjeku. Është opsioni më i lirë. Nëse nuk trajtohet, gjendja mund të përkeqësohet. Gjatë rrugës së kthimit, Ampara mendonte vetëm për kutinë e këpucëve. Consuela, a mund t'i shoh pak letrat që mban aty? Përse? Ndoshta mund të shesim diçka, ose të gjejmë ndonjë dokument të vlefshëm. Consuela tunte kokën. Janë gjithçka që më ka mbetur nga burri im, nuk dua t'i humbas. Nuk po them t'i shesim. Vetëm t'i shohim. Consuela heshti për pak çaste. Në rregull, por mos hidh asgjë. Atë mbrëmje, Ampara hapi kutinë me kujdes. Brenda kishte fatura të vjetra, dëshmi pagese të zverdhura, fotografi të paqarta dhe, në fund, një zarf të verdhë. Ajo e hapi ngadalë. Brenda ishte një dokument me vulë zyrtare. Fjalët ishin të vështira për t'u kuptuar, por diçka aty dukej e rëndësishme. Ishte një akt pronësie, një shkrim ligjor për tokën dhe shtëpinë. Ampara lexoi emrin. Ishte burri i Consuelës, babai i Mauricit. Por kishte diçka që nuk përputhej, diçka që nuk kishte kuptim. Të nesërmen, ajo kërkoi Dom Sebastianin, një fqin që punonte në një zyrë notariale. Dom Sebastiani, a mund ta lexoni këtë? Unë nuk e kuptoj. Plaku e mori letrën me duar që i dridheshin, buri syzet dhe lexoi në heshtje. Shpreha e tij ndryshoi. Nga e keni këtë? Ishte e burrit të saj. E ruajti kur vdiq. Dom Sebastiani e lexoi përsëri, fjalë për fjalë. Këtu thuhet se prona nuk ju transferua kur ligjërisht djalit. Pas vdekjes së burrit, prona i kalon bashkëshortes, jo djalit. Ampara ndjeu zemrën t'i rrite fort. Por djali e shiti tokën. Shitja mund të mos jetë e vlefshme, u përgjigj plaku me seriozitet. Ampara u kthye në dhomë me dokumentin të fshehur në çantë. Consuela flinte, duke kollitur her pas here, me kutinë e këpucëve të shtrënguar në gjoks. Ampara nuk tha asgjë. E vendosi dokumentin përsëri në fund të kutisë. Duhej të ishte e sigurt para se të fliste. Ndërkohë, në qytetin e Meksikës, pronarët e rinj të tokës u paraqitën në regjistrin publik të pronave. Kemi ardhur të regjistrojmë këtë akt, than ata. Në punësi i shqyrtoi dokumentet, shtypi diçka në kompjuter dhe rudhi ballin. Ka një problem. Çfarë problemi? Titulli origjinal nuk përputhet. Prona është e regjistruar në emër të një personi tjetër. Blersi goditi tavolinën me grusht. Ne kemi paguar 1.200.000 peso për këtë tokë. Si është e mundur? Ata duhej të flisnin me shitësin. Dhe, pa e ditur, fati i Consuelës, i Amparës dhe e vërteta e fshehur për vite me radhë po dilte ngadalë në dritë. Nuk mund të bënim asgjë. Atë pas dite, Blersi telefonoi ndërmjetësin që kishte realizuar shitjen. Marrëveshja ishte bërë tashmë. Çfarë dreqin po ndodh me aktin e pronësisë? Nuk kam as iden më të vogël çfarë po ndodh, u përgjigj ai. Noteria thot se titulli është i pasakt. Dua parat mbrapsht ose një zgjidhje ligjore. Qetësohuni, tha ndërmjetësi. Do ta zgjidh drejt për drejt me shitësin. Ai thiri numrin e Mauricit. Post zanore. Thiri sërish. Asgjë. Ai i dërgoi një mesazh, Dyre Estrada, ka një problem me aktin e pronës së tokës. Më telefononi urgjentisht. Maurici e pa mesazhin në celular. Numër i panjohur, diçka për një tokë. Ai e fshiu pa e dëgjuar deri në fund. Nuk më ka mbetur asgjë, murmuriti. Ç'lidhje ka kjo me mua? Gabriela hyri në dhomë. Kush telefonoi? Numër i gabuar, u përgjigj ai. Ajo pohoi me kokë dhe nuk pyeti më. Në lagje, Ampara shkoi përsëri te Dom Sebastiani. Çfarë duhet të bëj me këtë dokument? Kujt duhet t'ia dorëzoj? A më duhet një avokat? Nuk njoh asnjë dhe nuk kam para. Dom Sebastiani mendoi për një çast. Ka një zyrë në qendër të qytetit që ofron ndihmë juridike falas. Ata ndihmojnë njerëzit që nuk kanë mundësi të paguajnë avokat. Ai i dha adresën në një copë letër të rrudhur. Pyet për zonjën Moreno dhe thuaj që vjen nga unë. Atë natë, Ampara e futi letrën në xhep.
Ajo vështroi Consuelën, e cila flinte ende e përqafuar pas kutisë së këpucëve. Ndoshta jo gjithçka ka humbur, pëshpëriti. Jashtë, lagjja vazhdonte me zhurmën e saj të përhershme, fëmijë që bërtisnin, radio të ndezura, qenë por diçka kishte ndryshuar, diçka e vogël, si një çarje e padukshme në murin që Maurici e kishte menduar gjithmonë të përsosur. Të nesërmen herët, Ampara doli nga shtëpia. Mori 2 autobus për të arritur në qendër të qytetit, eci 6 bloqe derisa gjeti ndërtesën. Një tabel e vjetër thoshte, ndihmë juridike falas, qeveria e qytetit të Meksikës. Hyri brenda. Salla e pritjes ishte plot, familje të tëra, të moshuar të vetëm, gra me fëmijë në krah. Ajo priti 3 orë. Ampara Vazquez thiri një grua nga dera. Ajo kishte kostum gri, flokë të lidhur, syze dhe një dosje në dorë. Unë jam zonja Moreno. Hyni. Ampara i tregoi gjithçka, nënën e verbër, djalin, tokën e shitur, dokumentin në zarfin e verdhë. Avokatja dëgjoi pa e ndërprerë. Mori dokumentin dhe e lexoi me kujdes. A ka firmosur zonja Consuela ndonjë dokument që autorizon shitjen? Ajo thot se ka firmosur diçka vite më parë, por nuk e dinte për çfarë shërbente. Djali i tha se ishte një prokur. Zonja Moreno e rishikoi dokumentin. Më duhen 2 ditë për ta analizuar plotësisht, por po ju them që tani, nëse ky akt është i ligjshëm, shitja mund të anulohet. Ampara ndjeu sikur i mungonte fryma. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që toka ende mund t'i përkas asaj. 2 ditë më vonë, Ampara u kthye në lagje me një shkëndij që nuk e kishte ndier prej javësh. Shpresë, Consuela ishte ende e sëmur, por temperatura i kishte rënë. Ampara kishte arritur të merrte antibiotik me borxh në farmacinë e Don Chuchos, 20 peso në javë derisa të shlyhej borxhi. Si po ndihesh? Pyeti ajo. Më mirë, gjoksi nuk më dhemb më. Në qytetin e Meksikës, ndërmjetësi pasurive të paluajtshme shkojnë në zyrën e Mauricit. Duhet të flas me doktor Estradën, është urgjente. Recepcionistja e shikoi me dyshim. Mjeku është në konsult. Jepjani këtë, i tha ai duke i dorëzuar një zarf. Thuajini ta lexoj sot. Maurici e hapi zarfin në fund të ditës. Ishte një letër formale nga një studio avokatie. Parregullsi në transferimin e titullit të pronës. Prania juaj është e nevojshme për sqarime. Ai e rudhi letrën dhe e hodhi në kosh. Plehra, murmuriti. Gabriela hyri. Çfarë ishte ajo? Asgjë, reklam. Ajo nuk këmbënguli. 2 ditë më pas, telefoni ra. Zonja Vazquez? Këtu avokatja Moreno. Ampara u largua nga obori dhe u fshe në një cep. E kam shqyrtuar dokumentin. Akti origjinal është në emër të bashkëshortit të ndjer të zonjës Consuela. Nuk ka pasur kur transferim ligjor të djali. Prokura që ai përdori ishte vetëm për çështje të vogla, jo për shitje pronash. Ajo që bëri djali ishte e paligjshme. Ampara gati sa nuk e lëshoi telefonin. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që shitja anulohet. Toka i përket ende asaj. Ampara hyri në dhomë dhe mbylli derën. Consuela ishte ulur në shtrat duke krejur flokët me gishta. Çfarë ka ndodhur? Pyeti ajo. Duhet të flasim. Ampara u ul përballë saj dhe i mori duar. Toka që djali yt shiti nuk ishte e tij. Ajo ishte e burrit tënd dhe, pas vdekjes së tij, kaloi tek ti Maurici nuk kishte të drejtë ta shiste. Consuela heshti, por ai tha që unë firmosa. Ti firmose një dokument për çështje të vogla, jo për të shitur shtëpinë. Heshtja mbushi dhomën. Çfarë ndodh tani? Avokatja do të vijë të shpjegoj. Zonja Moreno erdhi të nesërmen në lagje. U ul në të vetmin stol të dhomës dhe e shikoi Consuelën seriozisht. Zonja Consuela, djali juaj ka shitur një tokë që nuk i përkiste. Ai ka përdorur një dokument që nuk e autorizonte. Kjo është e keqe për të. Shitja është e pavlefshme. Blerësit duhet të marrin mbrapsht paratë dhe djali juaj duhet t'ua kthej. Consuela heshti gjatë. Po Maurici? Nuk dua që ai të ketë probleme ligjore. Është djali im. Kjo nuk është në dorën tuaj, zonjë. Është ligji. Në qytetin e Meksikës, Maurici mori një njoftim zyrtar nga gjykata.
E hapi me duar të forta. Thirrje gjyqësore për anulimin e shitjes së një pasurie. Ai telefonoi ndërmjetësin. Post zanore. Sërish asgjë. Gabriela e gjeti duke parë ekranin e celularit. Çfarë ka ndodhur? Asgjë, probleme burokratike. Ke nevojë për ndihmën e babait tim? Jo, do ta zgjidh vetë. Atë natë, Maurici kërkoi në internet për anulimin e shitjeve të trashëgimisë. Lexoi artikuj, raste ligjore, ndëshkime të rënda. Duart i dridheshin. Larg prej tij, Consuela flinte, e përqafuar pas kutisë së këpucëve. Ajo nuk e dinte se jeta e saj ishte gati të ndryshonte. Por Maurici e dinte dhe frika sapo kishte filluar. Dita e dëshmisë erdhi. Ampara e shoqëroi Consuelën në gjykatë. Udhëtuan për orë të tëra. Consuela hyri në sallë e mbështetur në krahun e Amparës. Sytë e saj të verbër shikonin boshin. Maurici ishte aty, përballë së vërtetës që kishte mohuar për aq gjallë. I ulur në anën tjetër, ai nuk e shikoi. Gjykatësi filloi, zënia. Consuela Reyes, a e shiti zotëria tokën e vendosur në lagjen San Martin? Jo, zotëri. A nënshkroi ai ndonjë dokument që lidhej me atë shitje? Djali im më kërkoi të nënshkruaja. Më tha se ishin letra për mjekun. Nuk e dija që ishte shtëpia ime. A ju tha djali se do ta shiste tokën? Jo. Një ditë thjesht më telefonoi dhe më tha se duhej të largohesha, nuk ishte më problemi im. Mauricio Estrada Salinas u përpoq të fliste. Heshtje. Do të keni radhën tuaj, tha gjykatësi. Zëni, Consuela, ku jetoni tani? Në dhomën e një fqinje. Ajo më strehoi kur u dëbova. Djali i saj e ndihmoi financiarisht pas shitjes. Numri i Mauricios nuk ndryshoi, por ai nuk telefonoi më kurrë. Heshtja në sallë ishte e plodhë. Vendimi i përkohshëm u shpall atë ditë, shitja e pasurisë shpallet e pavlefshme. Toka i kthehet zënia. Consuela Reyes. Mauricio Estrada Salinas duhet t'u kthej blerësve shumën e plot brenda 30 ditësh. Mauricio ndjeu sikur toka po i hapej nën këmbë, 1.200.000 peso, para që nuk i kishte më. Bullëerësit e pritën jashtë gjykatës. Duam parat tona. Më duhet kohë. Keni 30 ditë ose nisim proces. Atë natë, Mauricio u kthye në apartament. Gabriela kishte një valixhe në sallon. Po shkoj te prindërit e mi. Nuk e di nëse dua të vazhdoj me dikë që fshej gjëra të tilla. Më fal. Më gënjeve për nënën tënde, për veten tënde. Ajo u largua. Të nesërmen, dyrëfermin e thiri, lidhja e tij me klinikën ishte pezulluar. Vjehri i tha të mos e quante më ashtu. Mauricio mbeti pa grua, pa punë, me borxhe dhe me një nën të verbër që po kërkonte të rimerte jetën e saj. Kamioni mbërriti në fshat pas dite. Ampara ndihmoi Consuelën të zbriste. Ajri mbante erë toke të lagur dhe drush. Rrugët ishin po ato, dyqani i Dom Aurelit, pema e madhe në cep. Shtëpia ishte bosh, e plurosur, por ende në këmbë. Consuela preku muret, çdo çarje, çdo shenjë kohe. U ul në bankën e oborrit ku dikur priste rrobat të thaheshin. Çfarë do të bësh tani? Pyeti Ampara. Do të qëndroj. Këtu është vendi im. Lajmi u përhap. Dom Sebastiani erdhi me fshes e kovë. Dom Aureli solli fasule e tortilla. Fqinjet u shfaqen një nga një, pa kërkuar asgjë. Në qytetin e Meksikos, Dona Refugio mori vesh se toka ishte kthyer. Ajo u mbyll në dhomë dhe që nga ajo ditë e shmangu djalin. 3 javë më vonë, Mauricio erdhi vetëm, i raskapitur. Dua të flas me nënën time. Consuela ishte ulur në bankë. Nuk ka çfarë të shpjegohet, tha ajo qetë. Më fshive nga jeta jote. Ai qau. Më fal. Nuk është çështje faljeje. Nuk më kam mbetur më asgjë për të dhënë. Nuk kam më një djalë. Ik, tha ajo. Dhe ai iku. Atë mbrëmje, Consuela dhe Ampara pin çaj nën yje. Nuk dua të pres më, tha Consuela, dhe buzëqeshi për herë të parë pas muajsh. Shtëpia ishte e vjetër, por ishte e saj. Dhe kjo mjaftonte.